Një person gjeti vdekjen si pasojë një aksidenti të rënd rrugor të ndodhur në hyrje të qytetit të Shkodrës. Ka qenë ora 10:35 minuta kur në lagjen Liria, në afërsi të një karburanti pranurës së vjetër të Bunës, automjeti Benz me targ AA 597 KR me drejtues shtetasin Mario Progne, 22 vjeç, banues në Shkodër, ka përplasur me pasojë vdekje një shtetas që po thonte me biçiklet rreth të 60-tave, të cilit akoma nuk i dihen generalitetet. Pamjet e siguruara nga kamerat e karburantit tregojnë edhe ngjarjen e ndodhur në këtë zonë, ku shihet i moshuari, i cili ka qenë duke lëvizur në anë të rrugës me biçiklet, kur në një moment tenton të kalojë në anën tjetër, duke i ndërprerë automjetit rrugën, i cili pavarësisht se tenton të frenojë, nuk arrin të evitoj përplasjen e të moshuarit. 22 vjeçari është ndaluar menjëherë për të ardhur në ndihmë të moshuarit, por përplasja ka qenë fatale për të, duke bërë që të ndërrojë jetë në vend nga plagët e marra, pa mundur të dërgohet në spital. Në vend ngjarje kanë mbërritur edhe efektivet e policisë, si dhe grupi hetimor, duke nisur hetimet për këtë aksident që dyshohet se ka ardhur si pasojë e pakujdesis, pikërisht nga prerja e rrugës nga i moshuari. Efektivet e policisë kanë shoqëruar edhe drejtuesin e mjetit në komisariat për veprimet mëtejshme deri në sqarimin e plotë të shkaqeve të aksidentit, ku humbi jetën shtetasi në fjalë.